Në fshatin historik të Linit, buzëliqenit të Ohrit vijojnë zbulimet arkeologjike në një nga vendbanimet palafite më të vjetra në Europë, që dëshmon për një civilizim të hershëm të organizuar dhe të zhvilluar. Gjetjet më të fundit, të paraqitura në një sesion të posaçëm shkencor, nxorën në dritë struktura të reja, përfshirë edhe një gardë rrethues që konfirmon kompleksitetin urban të vendbanimit. Profesor Adrian Anastasi, drejtuesi i ekipit të gërmimit, u shpreh se gjetjet e fundit hedhin më shumë dritë mbi mënyrën e jetesës dhe organizimin e brendshëm të këtij komuniteti parahistorik. Arkeologu Ilir Gjipali theksoi rëndësinë rajonale të këtyre zbulimeve, duke theksuar se ky është një nga vendbanimet më të lashta në Europë dhe një pasuri e rrallë për trashëgiminë kulturore të Ballkanit. Në këtë sesion mori pjesë edhe ambasadori e Zvicrës në Shqipëri, zonja Ruth Huber, e cila vlerësoi bashkëpunimin mes arkeologëve shqiptar dhe atyre zvicerianë si një model të shkëlqyer partneriteti ndërkombëtar. Ky projekt tregon fuqinë e bashkëpunimit në fushën e shkencës dhe të trashëgimisë kulturore. Unë jam e lumtur që jam sot në Lind duke parë nga afër këtë punë të jashtëzakonshme, u shpreh ambasadorja Huber. Kryetari i Bashkisë Pogradet, zoti Ilir Xhakolli, vlerësoi gjetjet si të një rëndësie të jashtëzakonshme për zhvillimin e turizmit kulturor në zonë. Zbulimet në Lind 3 janë një shtysë e fortë për të ecur drejt ndërtimit të një muzeu dedikuar për vendbanimin palafit. Kjo do ta bëjë më të aksesueshme për brezat dhe për vizitorët këtë pasuri unike që kemi në duar. Zbulimet në Lind 3 përforcojnë edhe më shumë rolin e kësaj zone si një qendër e rëndësishme arkeologjike, por edhe si një destinacion në rritje për turizmin kulturor, jo vetëm në qarkun e Korçës, por në të gjithë juglindjen e Shqipërisë. Vendbanimi palafit në Lind është i njohur për strukturat e tij të ngritura mbi shtylla drurit në ujë, një dëshmi e rrallë i jetës së lashtë ligjënore që daton mijëra vite më parë. Ai konsiderohet sot një nga asetet më të rëndësishme të trashëgimisë arkeologjike europiane dhe ruan potencial të jashtëzakonshëm për hulumtime shkencore dhe promovime turistike. Këto zhvillime pozicionojnë Linin jo vetëm si një destinacion turistik ligjënor, por edhe si një pikë referimi për turizmin arkeologjik dhe historik në juglindje të Shqipërisë.